Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka akorduar titullin e nderit doktor honoris causa por profesorët dhe miqtë e tij, mjekut dhe akademikut profesor doktor Enver Roshi, si dhe përfaqësuesit të Universitetit Jugor të Gjeorgjas, profesor doktor Karl Piz. Kanë marrë pjesë në këtë aktivitet shumë akademik, profesor, por edhe student. Aktiviteti është hapur nga rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktor Aurela Saliaj. Saliaj i ka cilësuar të dy mjekët, por njëkohësisht edhe profesorët e mirënjohur, mjaft të rëndësishëm dhe personalitetet të shëndetit që e kanë ngritur lart këtë fushë, por duke sjell edhe shkencën bashk. Titulli doktor honoris causa është vlerësimi më i lartë që një universitet i jep një figure akademike. Por në mënyrë të veçantë, në fushën e shëndetit, kjo është një ngjarje e veçantë, e rëndësishme, jo vetëm për Universitetin e Vlorës, por veçanërisht për fakultetin tonë të shëndetit, që ka dikur Fakulteti i Shëndetit Publik apo dhe më përpara Fakulteti i Infermierisë, sepse në mënyrë të njëkohshme ne ponderojmë sot dy personalitete të jashtëzakonshme të fushës së shëndetit. Personalitete të jashtëzakonshme në fushën akademike, në fushën shkencore, por edhe në dimensionin human të tyre. Doktor Karl Piz është një biostatisticien, biokimist dhe kërkues shkencëtar në fushën e shëndetit publik shumë i njohur ndërkombëtarisht. Ai është jo vetëm një akademik dhe një shkencëtar brillant, por është edhe një filantrop shumë i njohur për mundësinë që u kanë dhënë brezave të rinj në hapësirat e tyre të edukimit. Puna kërkimore, veprimtaria kërkimore, sidomos në fushën e farmaceutikës, që ka zhvilluar doktor Karl Piz, ka bërë ndryshimin e jetës dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së milionave njerëzve në mbar botën. Dhe kjo që po them unë nuk është fare egzageruar, kur të shikoni prezantimin e veprimtarisë së doktor Karl Pizit, do ta shikoni se sa e bazuar dhe jo e metamorfoz është kjo që jam duke thënë. Doktor Enver Roshi pastaj është një histori suksesi dhe përkushtimi në fushën e shëndetit publik, me veprimtari shumë të pasur akademike, drejtues për shumë vite i Institutit të Shëndetit Publik në Tiranë, politik bërës në një legjislatur në Kuvendin e Shqipërisë. Ai ka qenë gjithmonë një zë shumë i fortë në zhvillimin e politikave shëndetësore, në forcimin e sistemit shëndetësor. Ish drejtori e Spitalit Rajonal të Vlorës, Brunilda Mersini, vlerësoi figurën e mjekut Enver Roshi. Ka lidhur jetën e vet në jetën e mjekut, jeta e mjekut nuk është e thjeshtë, jeta e mjekut është e vështirë, por një djalë nga Gramsci ka arritur sot të jetë një nga njerëzit që thelbësisht ka dhënë kontributin e tij në mjekësi. Dhe për këtë unë të përgëzoj sinqerisht, të përgëzoj për atë djalin Farak që nga një provincë e thellë ka arritur të jesh pedagog i mirë, familjar i mirë, njëkohësisht edhe në politikë, në formë që ju komisioni, që nga në një të rëndësishme për shëndetësinë dhe për të përgëzoj. Profesor doktor Enver Roshi e cilësoi një moment mjaft të rëndësishëm vlerësimin e tij nga Universiteti i Vlorës Ismail Qemali me titullin e nderit doktor honoris causa, pasi kur ta jep Vlora historisë dhe një nga universitetet më të rëndësishme, siç është Universiteti Ismail Qemali, ky nder është i shumëfisht. Me lejoni të shpreh mirënjohjen time më të thellë për nderin e madh që më bëhet sot, duke më akorduar titullin doktor honoris causa. Ky vlerësim ka një rëndësi të veçantë për mua, sidomos kur vjen nga një universitet me emër e heroit pavarësisë Ismail Qemali, në qytetin emblematik të lirisë dhe dijes, Vlorës e poetit Ali Aslani, shkrimtari Petro Marko e shumë të tjerë. Vlora është jo vetëm djepi pavarësisë, por edhe qendër e rëndësishme arsimore kulturore, që gjithnjë i ka dhënë prioritet dijes së përparimit. Për këtë arsye, dhe një përgjegjësi dhe detyrim të madh për të vijuar kontributet e mia në shkencën e shëndetit, në mënyrë që të shërbej komunitetit vendas dhe pse jo edhe më gjerë. Falenderoj me përulësi rektoren, profesorish Aurela Saliaj, për besimin dhe mbështetjen e vazhdueshme, ashtu sikurse i shpreh mirënjohje Senatit Akademik për këtë vlerësim të çmuar. Shpresoj që së bashku të vazhdojmë rrugën e bashkëpunimit akademik dhe të fuqizojmë lidhjet ndërkombëtare në mënyrë që Universiteti Ismail Qemali i Vlorës të marrë vendin e merituar në artën e arsimit të lartë në Shqipëri dhe në botë. Profesor Karl Piz ka dhënë kontribut të veçantë në shëndetin publik. Angazhimi i tij është i shumanshëm
dhe përfshin zhvillimin dhe zbatimin e metodologjive të reja biostatistikore në kërkimin shkencor, zhvillimin e barnave, botimin e artikujve dhe teksteve shkollor, themelimin dhe mbështetjen e institucioneve arsimore të shëndetit publik, si dhe mbështetjen e kauzave të përmirësimit të shoqërisë. Doktor Peace është mësimdhënës dhe kërkues në nivel universitar në Georgia Southern Clemson University, Virginia Commonwealth University dhe Randolph-Macon College. Ai ka dhënë një kontribut thelbësor në zhvillimin dhe miratimin e banave, trajtimin e sëmundjeve si Alzheimer, parandalimin dhe trajtimin e urqërave gastrointestinale, për të zvogluar rrezikun e infarktit akut miokardit, për trajtimin e ankthit, depresionit, sulmeve të panikut, për trajtimin e hipertensionit, artritit e të tjerë. Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka kthyer tashmë në tradit nderimin e profesorëve që kanë dhënë kontribute të veçanta në fusha të ndryshme dhe vlerësimin e tyre me titullin doktor honoris causa.